Pak muaj nga marrja e postit të kryeministrit Italisë, Matteo Renzi viziton Tiranën për disa orë për të takuar me homologën e tij shqiptar Edi Rama, kryeparlamentarin Ilir Meta dhe kreun e shtetit Bujar Nishani. Ceremonia në nder të tij është zhvilluar para godinës së kryeministrisë, ku është pritur nga kryeministri Rama dhe ministrat Kodeli dhe Tahiri. Pritja është pasuar nga takimi kokë më kokë ndërmjet dy delegacioneve, i cili ka zgjatur për rreth 40 minuta. Në fund, të dy kryeministrat njoftuan për nisjen e bisedimeve për zgjidhjen e çështjes së pensioneve të shtetasve shqiptar që jetojnë në Itali dhe mira italianëve që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri. Dhe nuk është vetëm Shqipëria që kërkon njojën e pensioneve për një numër të konsiderueshëm emigrantësh që punojnë në Itali, por dhe Italia për një numër të konsiderueshëm italianësh që punojnë në Shqipëri. Janë rreth 20.000 italianë që do të përfitojnë nga zgjidhja e këtij problemi të mbartur për vite të tëra. Dy ministrat tanë të punës dhe mirëqenie sociale do të vijojnë më tej negociatat në tryezta teknike për njojjen e pensioneve, mendoj që është e rëndësishme. Dy kryeministrat nuk kanë lënë jashtë vëmendjes dhe tragjedinë e fundit të ndodhur me anijen italiane Norman Atlantic, ku humbën jetën dhe 2 marinar shqiptar. Në takim është biseduar dhe për taksën që transportuesit shqiptar duhet paguajnë për eksportet e mallrave drejt Italisë, një taksë e mbetur në fuqi që prej viteve 50. Që nga fillimi i vitarshëm, kjo taksë të bjerë në nivelin normal të asaj takse që paguajnë të gjithë autotransportatorët që çojnë mallra drejt Italisë. Shefi i qeverisë italiane ripërsëriti gatishmërinë e vendit të tij për të mbështetur Shqipërinë për integrimin e plot në Bashkimin Evropian, ndryshe nga shumë skeptik në Bruksel që janë shprehur kundër zgjerimit të mëtejshëm të BE-s. Kryeministri italian tha se do t'i drejtohet Unionit me një apel të drejtë për drejtë në mbështetje të integrimit të Ballkanit, që cilëson si zemra e Europës.